Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në programin e çdo dite Rreth e Diellit këtu në ekranin e Report Televizion. Në këtë ditë do të ndajmë shumë momente së bashku. Kemi hapësirën e gatimit me Albanën, kemi horoskopin që nuk arritëm dot ta transmetonim ditën e dieshme me Orgopullën për 12 shenjat e zodiaku dhe më pas do të zbulojmë artin e një momenti të shenjtë, lindjes së bebeve, për mesyrit të një fotografe e cila e sjell këtë moment të shenjtë në art, e kthen atë në art duke qenë dëshmitare 150 lindjeve në sallën e lindjes së bebeve. Është e vetmja certifikuar, është pionere fotografe së bebeve, ndaj do të zbulojmë se çfarë ndodh brenda sallës dhe si ajo e kthen këtë moment të përjetshëm në një kujtim të paharrueshëm për të gjithë prindrit. Ndërkohë, do të citojmë një libër, do të tregojmë një mesazh që vetë autori ka sjell me një sulm emocional dhe mesazhe të forta mbi jetën dhe vdekjen. Libri na përball me një dilemë prekse se çfarë do të bënim ne edhe një ditë më shumë me personin e dashur që kemi humbur. Ndërkohë, do të kemi dhe temën të cilën e kam prezantuar dhe ditë më parë për Diva 2025. Është një bisedë realizuar me eksperten e ekonomisë, e cila do t'ju tregoj hap pas hapi se si duhet të deklaroni të ardhurat personale. Cilat janë këto të ardhura, kush duhet i deklaroj të ardhurat, a bëhet fjalë vetëm për rrogën që punojmë, apo edhe për të ardhurat të tjera nga jashtë, si qirat, apo të ardhurat që vinë edhe nga jashtë vendit tonë. Na ndiqni për të gjitha këto tematika që kemi menduar të ndajmë me ju sot. Le të fillojmë me gatimin. Mirë se të gjeta në kuzhinë, ja të kemi së bashku për të shijuar recetat e ditës së sotme, për t'i treguar ato dhe për të qenë më afër në familjet që na ndjekin. Çfarë do gatuajmë si recetë të parë? Do nisim disa byreçka të vogla me djath. Që është me miell misri dhe me miell gruri. Është i shkon dhe i vjen më së miri. Ai mielli ballokumeve, e kam gjumë këtu apo jo? E kam, ja. Të millin e ballokumeve, se ne nuk do marrim mirë me ballokume. Dhe ballokume këto ditë. Pra, le ta fillojmë, unë e kam filluar me kohë me vakt xhanëm, është mielli që ju e përdorni edhe në byrek. Po jo në byrek me pete hapra, por në byreçkat e vogla dhe del kombinimi i përzierjes së dy mielrave del. E lë mielin këtu të ballokumeve dhe më duhet miell gruri, miell misri. Hop, këtu. Të dyja bashkë. Dy llojet e mielrave. Shtoj kripën, pra duke i shtuar dhe duke i thënë, krip sod. I largoj. I përziej. Shtoj një mas vaj. Një mas kos. Pra të treja masat janë në një gotë. Normalisht që masën e miellit e kam shuar më pak, sepse prandaj kam dhe pakun e miellit aty në tryez. Ti përziej mirë dhe shtoj dhe një kokër vezë. Vezët o vitale, kemi thënë. Po, sigurisht. Sepse? Shumë cilësore, pasura për proteina omega 3, dhe që na hynë punë dhe na ndihmojnë për t'i marrë të gjitha këto vlera dhe elemente, mbi të gjitha për të shijuar një vezë të freskët cilësore dhe që të mbush syrin me pamjen që nga lëvozhga, që nga e kuqja, që gatuajmë shumë mirë me atë vezë. Byreçka të shpejta me djath është receta, përbërësit. Edhe bim aromatike, po doni kopër, po doni kopër majdanoz, si të dëshironi ju, i largoj. Zgjedhja jonë sot është në energjiko, ndërkohë keni dhe përbërësit në ekran të byreçkave të shpejta me djath, me miell misri, miell gruri në të njëjtën sasi. Një lugë çaji plur pjekës, një lugë çaji sod, një vezë, një gotë vaj ulliri, një gotë kos,
një tufë koper ose nenexhik ose majdanos në varësi të aromës që doni t'i jepni byreçkave, djathë të butë dhe krip. Të gjithë produktet janë në një tas. Normalisht, që unë dua t'i jap miell misri të jetë më bazikja. Dhe shikoni, mielli misri është situr shumë holl. Është maja e miellit. Maja e miellit është sitje mbi 5-6 herë. E më shumë se më pak jo. Pa duke e përzier dhe duke shtuar edhe miell. Kur flasim për një gotë, nuk është masa e gotës kjo, sepse duhet pak të që tjetë edhe gjys herë më shumë se aq. Një gotë është afërsisht me 250 gram miell, ose mililitra ujë nëse duam. I trazojmë përbërësit, kemi edhe përbërësit, ndërkohë furrën e kemi ndezur në 200-220 gradë për t'i pjekur byreçkat. Brumin e të cilit do t'a lëm të pushoj e të qëndroj pak. Kemi hapur dhe kemi treguar paketimin e ballohumeve nga Atlas. Mos hezitoni se janë këto ditët që duhet të vendosim, se Amisa t'i përgatisim pak më herët në t'i lëmë për në fundin e këtyre ditëve që jemi për të përgatitur ballohume, se Amisa t'i kanë marrë masat, nesër, sot, nesër, pas nesër, fillojnë dhe i përgatisin. Mos harroni të zgjidhni miellin Enkas për ballohume. Miellin Ola nga Atlas është një miell shumë cilësor. Keni dhe recetën e ballohumeve për ju që nuk e keni përgatitur ndonjëherë në shtëpitë tuaja. Përbërësit edhe gjithçka tjetër. Më cilësori për të dalë dhe për të shijuar ato ballohumet e shkrifta edhe që na shijojnë shumë. Jo vetëm në ditën e verës. Ma jep dorën, ma jep miellin, që t'i shtoj pak këtu. Do ta bëjmë këtu tek tava, tepsia. Do të miellin, sa se do jetë tepsia. Ajo është ma jep dorën, ma jep ta jap mollën, por unë them. Pra, shtojni nga pak, avash. E gjithë lugën, se s'më duhet tani luga. Tani me dorë dhe më pas japim formën duke lënë për në fund llojin e djathrave, siç janë djath i butë, djath të bardhë, djath që shkrin, ose dhe djath thjesht që kemi në të gjithë në frigorifer, djathin e zakonshëm që përdorim. Ja çfarë mase që duhet një masë e butë, aroma e kosit ndihet më shumë, kur ne kemi një bazë me miell misri. Patjetër me miell gruri, por tani këtë e merr. Po. Edhim pak vaj ndoshta. Do t'i hedhësh jo pak, do t'i hedhësh kur thon shkodranët bajagi. Mirë, mjaftueshëm që mos të ngjitet. Mos në ngjisin. Në momentin që nuk përdorim letër pjekje, byreçkat do japim formën dhe madhësinë që të jenë të barabarta dhe të marrë kjo tava. Duhet ta punoj mirë brumin, derisa të njësohen të gjithë produktet që ne shtuam te ky tas. Dhe duke i dhënë këtë punim të mirë me ngrohtësinë e dorës, arrim të kuptojmë se çfarë trajte të mirë dhe të butë do të marri. Ja, kështu. Djathin ndoshta edhe në fund, ndërkohë. Super. Të ndezim pak ekspresin që me të shkëputur për suplementit të bëhemi gati të konsumojmë dhe kafet, marrim energjinë e dur, se kjo koha e vrenjtur sot na kërkoka më me urgjencë, më me ja të shpejtë faktuar tuna dhe
konsumimin e kafes, bëhemi gati ta punojmë dhe pak brumin, t'i lëmë edhe pak kohë të qëndroj brumit, që të na dalin ashtu të shkrifta dhe të shishme, kështu që bëhemi gati për suplementin e radhës, të ditës së sotme, që ndihmon personat të cilët vuajnë nga prostata, ata që e kanë provuar, kanë marrë sigurisht përfitimet e duhura nga ky suplement bimor që quhet Prostatol. Le të shijojmë kafen bashkë me Albanën. Sot zgjodhëm të shijojmë dekafeinaton, sepse Mokador na ka dhënë mundësinë të ndjejmë aroma dhe shije dhe kremozitetin e secilës kapsul që vjen posaçërisht këtu për ekspresin e madh, duke patur parasysh që çdo individ ka preferencat dhe shijet e veta, ndaj edhe përmes këtyre kapsulave nga Mokador Diva janë përmes ngjyrave ne arrim të shquajmë edhe shijen apo ikonat e emrave, të cilat janë përfaqësuar si Sofia, Merlin, Brigitte, e me radhë, ka kapsula çoko, ka kapsula nga më të ndryshmet me 7 gram kafe brenda që japin asaj një shije intensive, një kremozitet, një aromë fantastike, një gëshetim i jashtëzakonshëm i shijes, i traditës dhe i cilësisë së kafes. Një kafe italiane na bën të ndihemi sikur jemi në një bar italian e të shijojmë një kafe fantastike. Kështu që duke punuar dhe byreçka, duke shijuar edhe kafen ton, më pas do merrem edhe me të ftuarit që i kemi të shumt sot. Po vjet çdo të ftuar i vjet dhe me qef në bisedat tona, se shijojnë dhe një kafe të mirë me atë rast, një rrugë e dy punë, thot populli. Deri ku mi ke byreçkat, se mbaroj njërë me këto që të mos të marrë vëmendjen pastaj me kafen. E di që jete kafe të kapsulat Merlin, në atë e ke nisur, po pak më vonë merrem me këtë pjesë. Për shëndetin tim, është të kafeinato për shëndetin tim. E mrekullueshme është shija në fakt. Atëherë. Aroma që përhapet, ajo bën një diferencë, kremoziteti, dhe kapsulat të cilat janë ekologjike, sa rrova ta thoja këtë, nuk kanë absolutisht asnjë përbërës shtesë apo konservant të shtuar, janë të riciklueshme, është një sistem i të rimbyllur i Mokador, ndaj e falenderojmë shumë që e kemi këtu në studion ton dhe ju shpresoj në familjet tuaja, pse jo edhe në zyrat tuaja. Mokador ju sjell ekspresin për ta përdorur ekspresin e madh, këto janë për t'i shitur dhe për t'i patur në familjet tuaja. Ekspresi tjetër, që është më i madh, ekspresi i zi që unë përgatita tani kafen time dekafeinato, është në dispozicion për çdo zyrë që përdor kafe me kushtin e blerjes së një kutije me kapsulat Mokador. Është një ekspres i fuqishëm dhe bën kafen të mrekullueshme. Byreçkat janë për të vendosur tani në furrë, të piqen, të mbushura me djath, me lloje të ndryshme djathrash që ju keni në shtëpi. Ne kemi djathin e butë në frigoriferin ton, kemi edhe djathin e bardhë. Po edhe me gjith, mund t'i mbush. Si të doni ju? Bulmet për bulmet. Mos u shqetësoni, sepse është që punohet lehtë. Pra një formë të tillë si gjysmëhëne. Po të duam i vendosim kështu. Një çik të ndyrë me këtë fushë si bën keq, i pjek më mirë. Me fang që ta glerojmë pak. Po. Një dekor me lugën se i jep tjetër pamje edhe këtyre byreçkave, po edhe i pjek më mirë. Patjetër që krijon hapësira, brumi që ka bimët aromatike i jep shije, i mbylli mirë buzët. Po të doni ju, mund t'i lëni dhe të tilla. Një pjesë e tillë. Mirë është që mund t'i lyeni brumin edhe me vezë, atë verdhën e vezës. Ja, të tilla
vogla si kur të jenë varka të vogla. Dhe i mbyllim. Këtu kemi dhe pak gjizë, me cilën merremi pak më vonë, ndoshta për t'i mbushur pjesën tjetër, që të tregojmë dhe përgatisim çfarë kemi. Pastaj kemi një supë. Edhe një supë. Kemi një supë të shijshme, të shëndetshme, me brokoli, thjerza të kuqe, me sa pash aty tek taliera blu. Dhe jo, e vendosim edhe atë dhe i vendosim për pjekje. Po të tjerë më pas. Me më gati brumin dhe i kemi. Po të duam. I pjekim dhe ashtu si që janë, se i byreçkas ose ti biskotash të tilla. Mund t'i bëjmë në formë të rumbullakët, i vendosim petët mbi njëra tjetrën. Hop, këtu. Dhe, ja. I mbulojmë për një shije më të fortë, edhe për një kafshat më të plot. Janë këto të treja të fundi. Mund t'i vendosë një copë domate. Po. O, i lyejmë edhe. Direkt për në furrë, erdhi momenti tani që t'i përmbledh sërish produktet e byreçkave. Teksa Albana bën gati edhe vëndim për të vazhduar me produktet e supës, tani kalojmë tek receta që sapo përfundoi. Byreçka të shpejta me djath, me 2 lloje mielli, siç është miell misri dhe miell gruri, nga një gotë për secilën, një lugë kafeje plur pjekës, një lugë çaj sot, një kokër vezë, një gotë vaj ulliri, një gotë kos, një tufë koper. Në klapa mund të vendosnim edhe bimë të tjera aromatike, si nenegjik, majdanos, djath i butë dhe krip. Kjo është forma që u dhanë byreçkave, unë po i vendos për të pjekur në një furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius. I vendosim. Opa, e vendosa pak shtrëmbër këtë. Dhe le të shkojmë të receta tjetër, që kemi recetën e supës, si që thamë të gjithë produktet. Bëj një ndezje të sobës. Edhe një supë e shpejt. Më pan si thjerza ato që nga karot. Po të kam për të vogla dhe nuk... Nga lartë më pan si thjerzat e kuqe. Gjithsesi karot, patate, brokoli, pak qep të njoma, hudhra, gjalp, krip dhe pak pana. Një supë me brokoli. Këto janë produktet i kemi në tryezë. Fillojmë me njërë me përgatitjen e supës. Janë nga këto supat e shpejta që nuk duan dhe shumë kohë të zjejnë. Deri në maksimum që të karotisë. Deri në maksimum. Edhe marr brokolin. Edhe një thik. Ose po të duam ne. Ose po të duam ne, marë renden. Që t'jenë në grimca, sepse me sa kuptoj, nuk do t'a kthejmë në krem, por do t'i lëmë sobzat si që janë të prera. Do të shtoj qepën dhe karotën. E pak ndyrën të lutam? Po. Shtojmë vaj. Dhe e lëm. Të ngrohet pak. Të ngrohet pak. Kam të gjitha, kam patate të prera kubik, si kurse kam edhe karotën që është e prerë, prandaj janë aq të vogla si ruaza, aq që duken që si thjerza duken. Po, si thjerza të vogla, që nuk kemi nevojë ta kthejmë në krem, prandaj edhe janë të prera në sobzat e moskla.
brokolin, pjesën e lules, urorës së brokolit, që zjen shumë kollaj për 2-3 minuta. Këtë pjesën këtu, që unë, po e lë, do ta konsumoj nesër, kështu siç është. Pa e zjerë? Që shumë njerëz, cilët përdorin regjime ushqimore për të luftuar sëmundje të ndryshme, një nga produktet që rekomandohet, si për shembull tumoret në organe të ndryshme, është brokoli. Brokoli, speci, në gjendje natyrale, të pagatuara, të shtrydhura dhe duke konsumuar lëngun e tyre. Terapia përmes ushqimit. Ose më pas, me filizat e brokolit, që kemi dëgjuar që është... është akoma dhe më mirë. Çdo lloj filizi që është ushqyesi më i mirë kundër plakjes së trurit. Mikrofilizat janë... Të çdo bime, por edhe për me që se kemi brokolin si perime këtu në tryezën tonë, ne këtë gjë mund të realizojmë edhe në balkon, për ata që kanë një ambient në balkonin e tyre, kanë ato vazot që mbjellin bimë të ndryshme, lule, mund të mbjellin përmes farave të brokolit në vazon e tyre, ju duhet pleu, ju duhet pakuj, farat të vendosura në të, dhe ato filizat e brokolit që dalin, ato janë të konsumueshme dhe janë terapi më vete. Filizat e brokolit i mbajmë në frigorifer dhe i vendosim, i përfshim në sallatat tona. Patatet në ujë. Do të shtoj patatet siç janë në ujë. Thelpit e hudrës, sikurse dhe një mas kripe. I vë kapakun që të zjerë me pak ujë. Masën tjetër në copza. Që t'i lëm vetëm shumë pak për të mos ndryshuar atë ngjyrën e bukur të brokolit, e lëm nga fundi zjerjes. Ja. Pra është, nëse doni të bëni omleta me bazë brokoli, për mëngjeset tuaja është shumë mirë. Pra ja thjesht duke e kaluar në rende në këtë formën e pluhurit, e përzjejmë me vezën e rahur. Kemi receta, kemi ditë të tjera që të vinë, dhe normalisht këto janë ditë që edhe perime duhan shumë, jemi pak më largë mishit, sepse i tillë është. E tillë është dhe vetë jeta largë mishit. Ja. Do të shtoj të gjithë këtë masë. Pjesën më të fortë. Po. Dhe pjesën më të butë do ta shtoj më vonë. Duke i shtuar dhe më tepër ujë. Ja themi edhe një herë përbërësit. Po sigurisht, me këtë supë, të cilën sigurisht mund ta, në vend të ujit mund të kemi lëng, mishi. Lëng mishi, patjetër lëng mishi. Lëng perime shoh sepse janë vetë perime. Janë vetë perimesh. Po, gjithsesi, për t'ia shtuar edhe më tepër shijen. Përsërisim supën me brokoli, përbërësit e saj në recetën tonë të shkruar në ekran dhe ju i mbani shënim një kokë brokoli. Kur e zgjedhim, e kemi treguar mënyrën se si duhet të zgjidhni brokolin më të mirë, të jetë i mbuluar me shumë gjethe, të jetë i ngjeshur, mos jetë i hapur dhe mos ketë ngjyrën e verdhë në kurorën e tij. Kjo është një mënyrë praktike truk për të zgjedhur brokolin e shëndetshëm. Një qep mesatare, një karot, një patate mesatare, 2 thelpinj hudhër,
1 lugë gjelle gjalp ose vaj ulliri, 800 ml lëng pule ose lëng perimesh, sigurisht pak pana, krip piper të zi, me qënë se regjia e hoqi shpejt recetën e shkruar. Dhe në fund fare, të kurorën e imët të brokolit, mund ta shtoni gradualisht, pasi të kenë marrë një vlim, se ne edhe përshpejtojmë pak receta duke patur parasysh kohën e kufizuar që ka një program. Pak pana, se i jep asaj kremozitet, i bashkon produktet dhe i jep një nëse ju shtoni qumësht, mirë bëni të shtoni gjalp. Kurse unë që kam pana, ka vetë yndyrën dhe ka një përqindje të mirë, diku të 3.8 a më shumë, jo 3.8 ka qumështi, kurse pana ka më tepër. Mos shtoni fare gjalpin. E lëm të bëhet dhe do ta servirim pastaj dhe me byreçkat, të cilat po piqen, i kemi rritur pak temperaturën, shifeni sa fryrje marrin, edhe nga pluri pikës, po edhe nga veza që shtuam. Është lulja, okej, ja kamera tjetër. Nuk arin do të dalloj, do t'i tregoj pastaj, se dhe nuk duhet ta mbajmë shumë të hapur furrën kur kemi vendosur diçka për t'u pjekur, se i merr kohë dhe ndërpritet procesi termik i pjekjes. Me panën që na mbeti, pak brokoli, sërish mund ta shfrytëzojmë gjithmonë duke ricikluar produktet. Është në fund fare, kur ne e servirim në pjatë, shtojmë pak pana me brokolin e freskët, edhe e servirim ashtu të ngrohtë. Do të na shijoj shumë. Të lumshin duar. Faleminderit. Ne shkojmë më një herë në tryezë, na pret Jorgo Pulla. Parashikimi yjeve, horoskopi për këtë javë, jemi me Jorgo Pullën për të perifrazuar 12 shenjat e zodiakut. Mirë se erdhe, Jorgo. Të bëftë mirë kafja. Faleminderit. Ta nisim si do t'jetë këto ditë, kjo javë, çfarë qasje kanë nga pozicionimi i planeteve për secilën shenjë dhe cila shenjë do të ketë ndoshta dominusja, një ose dy shenjat. Dominusja janë gjitha shenjat, por ajo që bën kjo javë sjell ndryshime të mëdha astrologjike, sepse kemi ndikimin, kemi një eklips hënor, kemi dhe Mërkuri në retrograd. Kemi dy aspekte. Komunikimi duhet të jetë prioritet dhe me kujdes, meqense edhe ndryshime që ka, por ajo që do të kemi, sepse ndryshime të mëdha në gjërat do thonë rishikime nga gjërat që kemi pasur, sepse lidhja Diell Saturn tek Peshqit dhe eklipsi hënor tek Virgjëresha me Mërkurin në retrograd tek Dashi mund të sjellë disa vonesa për ata që janë të palidhur ose nuk e kanë vendosur akoma këtë lidhje, ta kthejnë lidhje serioze, duket se është mirë të marrim vendime serioze në çdo aspekt. Prandaj, sepse eklipsi i parë i vitit për 2025 vjen tani për ditë vere, në datën 14, dhe kjo do të thotë është një eklips që ndikohet shumë në aksin Virgjëresh-Peshk, ku jep disa mundësira, po të kuptojmë, nëse neve, për ne themi gjithmonë me këmbë tokë, nëse dhe mirë gjithmonë, eci me këmbë tona i me këmbë të botës. Është diçka që riskon ta bizotit tek shtëpia, po të ngrihesh vetë ta marrësh. Është shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë. Mërkuri në retrograd ka të bëjnë që është kërshia mbitor të thamun për çështjet që do ndodhin, gjërat që do të kemi, sepse ditën e shtunë që kemi Mërkurin i pari për sa i përket 2025 në retrograd, për këtë vit duket se kthehet në dash deri në datën 29 mars. Pastaj vazhdon kursi në retrograd deri në 30 mars dhe shkon në rrugtimin e drejtë në datën 8 prill, ku kthehet në rrugën e drejtë. Pra, që janë dhe këto datat për t'i mbajtur mend. Po, që t'i mbajtur mend, që të kuptojmë, këto është në disa raste, bëjmë pa kujdes në kontrata, për shembull, ose këtu përfitojnë, por nuk jemi të kujdesshëm, përfitojnë punëmarrës, ato që janë në vende kyçe, që marrin punonjës, njerëz, edhe i përfitojnë. Pra, do të pasë kujdes, ai që firmos këtë dokument do ta shikojnë germat e imta. Po, le ti marrim me radhën të gjitha shenjat, fillojmë me Dashin. Motoja përsa përket kësaj jave, përsa përket shenjës së Dashit, do thotë ndryshime strategjike dhe rivlerësim. Duke pasur parasysh, kjo javë me takimin Diellit Saturn është i fundit dhe do bëj gati se ndikimet që kanë bëjnë dhe mundësitë merr një kohë, ka qenë mbas 10 viteve që ndikon në këtë drejtim për këtë vit, në 2026 do jetë përsëri ky kënd që është një
një kënd fantastik përse përket çështjeve që ndodhen, por megjithëse kemi ditën e shtunë, Mërkurin që rikthehet në retrograd në shenjën e Dashit, por këtu do thotë mos marrim vendime të nxituara. Megjithatë, dashuria duket se eklipsi hënor i së premtes në Virgjëresht dhe ndikon në këtë aspekt, do të thotë që komunikimi, mundësia, partneritetet, disa vështirësi të vogla që kanë në këtë aspekt, por duhet pasur kujdes. Në ekonomi, meqense Mërkuri në retrograd mund të ketë disa vonesa të vogla, vonesa nuk janë asnjëherë për të keq, sepse mund të keq kuptohen njerëzit, por neve e dim, domethënë se çfarë kemi, duhet paguajmë ose duhet të marrim ose nuk duhet jemi të vëmendshëm, kujdesshëm, mos harxojmë më tepër se ç'duhet. Se në disa raste po të vini re, ne marrim 5 lekë, harxojmë 15 lekë. Domethënë një hapësirë shumë e madhe, duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me përshtatjen e gjërave që do të kemi për këtë javë dhe vazhdimësia, po kjo javë ka një flerë deri në tetor të 2025-s. Unë i them duhet të marrë shënim njerëzit sepse do të ndikojnë gjatë këtyre muajve dhe fillon që tani. Po fillimi i mbar gjysmë e punës. Prandaj dhe neve i japim dhe datat edhe këto periudha. Për sa përket një takimi që mund të bëhet tani, domethënë këto ditë është takim pozitiv mbas dite të ditës së njëjtë. Shkojmë tek Demi. Demi është motoja, për sa përket Demit, thotë mundësi për riorganizim dhe zhvillim. Dhe kjo do të thotë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me aktivitete ndryshime, ndikime të mëdha në mënyra të ndryshme, si në punë, ekonomi, në vazhdimsi dhe në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë në jetën emocionale, duket se eklipsi hënor i ditës së premte nxjerr në çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet, partneritetet dhe kanë bëjnë me disa takim ose kanë pasur një ndarje. Ka rikthim sidomos këtë periudhë që është periudha më e mirë e mundshme në lidhje kur kemi eklipse dashdiellor, hënor, është perfektja, kuptojeni, se po do shikoni në rrjetet sociale bëhet nami, do shkatërrohen, do bëhen, s'ka pikë lidhje, kjo është një pastron gjithçka dhe ke ashtu si çdo të kristal për atë që do të nisësh. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, edhe pse në çështjet që kanë pasur tensione, zgjidhen, nuk ka një problem. Kurse në anën ekonomike financiare, duket se mund të kemi disa vonesa të vogla ose rishikime të gjërave, por nuk është për të keq, duhet pasur pak kujdes në vëmendje arrin atë ku ata dëshirojnë. Kalojmë tek binjakët. Për sa përket binjakëve, motoja e binjakëve për këtë javë është konfliktet të brendshme dhe pastrime emocionale. Do të thotë po i diçka që ke të drejtë, do debatosh. Në lidhje me pastrimet, në lidhje me emocionin, në lidhje me dashurinë, në lidhje me atë, një diçka që më bën, shkoj në altar, nuk më bën në anën shoqërore. Sepse tani zgjidhen gjërat në kohën e duhur dhe momentin e duhur. Por ndikimet që kanë të bëjnë tani nuk duhet të nxitohemi, se nxitimet na prishin punë. Duhet të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm. Sidomos në këto data, domethënë kur kemi Mërkurin në retrograd, kur kemi ndikimin e eklipseve që të jenë për të vëmendshëm. Dashuria duket se ka një ndikim shumë të mirë, sepse çështjet e punës në lidhje me dashurinë në një kohë, në njohje që mund të kenë në punën e tyre, mund të jetë diçka shumë e mirë, tepër pozitive në të ardhmen e tyre. Kurse në lidhje me anën e financave, është mirë të shmangim disa ndryshime ose marrëveshje të reja, tani për tani. Nuk duhet të jemi të kujdesshëm në këtë aspekt, sepse në planin financiar mund të krijohen disa situata të papritura që kërkojnë vlerësime të kujdesshme në lidhje me, për shembull, më pëlqeu kam diçka që duhet ta marr, më pëlqen shumë dhe duhet ta blej. Mirë, po pa e marr, mendja më shkon të ta marr, jo se çfarë kam pas. Edhe mund krijohet një poshtlëk, dhe është problem. Duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Shkojmë tek gaforja. Vendime të rëndësishme dhe reale është motoja për sa përket gaforeve. Kjo javë sjell bashkëpunime dhe mënyrat për të përmirësuar jetën e përditshme, sepse dielli dhe Saturni tek peshqit paralajmëron për disa gjëra që do të kenë kujdes në hapje që do bëhet. Është një mundësi shumë e mirë kur për shembull zgjedhje të rëndësishme, personale, profesionale, mundësi të reja që ata kanë, është një ndikim shumë i mirë. Por Mërkuri në retrograd ditën e shtunë nuk është se ka një të keqe ose ka diçka, por rishikon dhe thotë ke bërë gabime janë këtu. Mbylli këto çështje që të përpara. Është punë një disa kredi që mos ke marrë dhe diçka marrë kredi tjetër. Në kohë që se merr dot sepse ke një historik jo të mirë më përpara. Pra mbyllë këtë edhe mund të jesh i pastër në gjërat që do të bësh. Në fushën e çështjeve ekonomike financiare dhe të dashurisë, por meqense mund të lindin disa probleme të vogla në partneritete, nuk është çuditshme që mund të shkëputen nga një çështje e madhe që kanë pasur, çështje pune, çështje ndryshimesh, vendimesh, që mund merren, por këto vendime zën vend edhe shkojnë ecin përpara. Në çështje të tjera që kanë bëjnë një lidhje ose bashkim familjar, ka një ndikim shumë të mirë, mund të bëhet
nga dje, për shembull, sepse fillimi mbar gjysmën e punës së ditës së hënë, edhe sot është ndikim shumë i mirë se dita e martë gjithmonë sjell dita e marsit dhe jep mundësira dhe përgjegjësira të mëdha dhe mund të arrihet atje ku duhet. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme. Po. Pas gafores, kalojmë tek Luani. Për Luanin. Përsa përket Luanëve, motoja e Luanëve është stabilitet dhe lëvizje të kujdesshme. Kjo javë edhe pse, përsa përket Luanëve, ka ndikime sepse ka të bëjnë dielli Saturnit tek peshqit që nxit disa gjëra për Luanët. Luanët kanë një mundësi sepse u jepet për të zgjidhur një problem. Lëvizje të kujdesshme dhe stabilizimi, sepse Luanët kërkojnë stabilizimin, por do të jenë shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në atë që do të bëjnë. Por edhe pse disa punë që ata kanë të përditshme, do të jenë pak të durueshëm sepse mund të kenë disa vonesa, por këto janë vonesa për të mirën tuaj, nuk është për të keqen tuaj. Kështu që do të jeni shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Në anën e shpirtërore, edhe pse në çështjet që kanë bënë me eklipsin hënor në Vyqes, sjell disa emocione, por këto emocione janë pozitive sepse zgjidhin edhe ose nisin diçka të re për arsye të mëdha që kanë bënë. Dhe në anën e karrierës duket se lëvizje të mëdha, mundësi ose firmosje kontratash afatgjatë, për 5 vjeçare, o ku diun, duhet ta rishikoni. Një rishikim nuk do ishte keq, që të shikojnë ku ndodhen edhe çfarë mund të bëjnë. Por është diçka që kërkon vëmendje. Virgjyresha. Virgjyresha, duket se realizimi dhe tensionet në marrëdhënie personale mund të zgjidhen. Mund të zgjidhen edhe pse kjo javë sjell një energji në fushën në qëllimet personale, profesionale, por megjithatë eklipsi hënor në shenjën e Virgjyreshës jep një mundësi dhe një vlerësim nga të tretët, ja për çfarë bën. Tjetër vlerëson kush je, nuk mund të vlerësosh vetveten. Është një jetës dhe mundësi që jepen, nuk duket diskutohet nga vend dyshim, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe, sepse diçka që nuk shkon mirë, mos keni merak fare se kjo do të zgjidhet dhe do të keni shumë shanse të mëdha për arritjet apo disa shanse takime shumë të rëndësishme, sepse dielli dhe Saturni u jep një mundësi shumë të mëdha në këtë aspekt, por kushtojini vëmendje profesionit dhe asaj që keni në anën personale. Në dashuri, nëse keni një marrëdhënie ose për ju që jeni në një njohje të akti lidhje serioze ose keni një ndarje, duket se gjërat do të ndryshojnë, do të gjeni rrugën e të ardhmës. Është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur këto çështje kaq pozitive dhe delikate. Është momenti i duhur. Por kujdes nga instanzani nëse nuk jeni gati, po mund ta shikoni, rishikoni se çfarë mund bëni. Por s'kemi çka që bën, këto janë krijesa e universit. Peshorja. Përsa përket peshorave, çfarë ndodh me peshoret? Peshoret duket se sfida në komunikim. Ndikimi që ka të bëjnë përsa përket kësaj jave, përsa përket peshoreve, marrëdhëniet dhe vendimet që mund të merren, prioritetet që ata kanë, ka një ndikim shumë të madh tani. Është momenti i punës, disa çështje ligjore, disa gjëra që do të ndikohen këtë javë, mund të kenë shtyrje, por është për të mirën e tyre. Është një mundësi, pasojë pa lujshme që kanë peshoret, në fakt, duket se do ta zgjidhin ose për një mundësi të artë që ata kanë në këtë periudhë, që është periudha më e mirë e mundshme, në lidhje me një për ndërtuar ose për të bërë gjëra të kësaj natyre, duket se kjo javë i ka mundësitë për të zgjidhur këtë gjëra, sepse kanë pasur shumë probleme para disa viteve, para 3 viteve, 4 viteve. Por vjen momenti tani për të zgjidhur këtë problem. Tash pasuri, dash për gjëra të reja ose leje për ndërtuar për gjëra të kësaj natyre, është momenti tani. Gjithsesi kanë mundësinë për të arritur me bisedimet dhe gjëra. Kurse në dashuri, pa kujdes, ata që kanë një njohje ta kthejnë lidhje serioze, është mirë tani deri të njëjtën premten, edhe pse kemi këto ndikimet janë të mira në fusha të ndryshme të dashurisë. Vazhdojmë me akrepin. Përsa përket akrepëve, akrepët duket se pikërisht tani ka të bëjnë në lidhje me dashurinë dhe mundësitë të reja ekonomiko-financiare. Kjo javë është ideale për të rishikuar disa çështje në anën ekonomike financiare, në lidhje me vendime që mund të marrin në role drejtuese, por dielli me Saturnin tek peshqit sugjeron që të merrni vendime serioze në lidhje me jetën tuaj personale dhe planet të ardhmes që bëhen tani. Po ja pra që na sjellin këto eklipset apo ndikimin e Mërkurit që thonë për shpërt keq. Asnjëherë nuk është për keq. Dhe ndryshimet dhe ndikimet që kanë bëjnë, ajo çka duket është në lidhje me anën e komunikimit ose diçka që nuk është bërë mirë dhe mbyllet aty. Nuk është sepse të mbaj shpresa, por ato që bëhet, ajo që s'bëhet, prandaj çape nga sheqeri, pikërisht në këtë javë. Përsa përket akrepëve në dashuri. Në dashuri duket se pavarësisht nëse janë në lidhje apo jo, në lidhje me këto gjëra duhet pak çiltërsi dhe pjekuri për të arritur në dashuri dhe në mundësi që ata kanë në të ardhmen e tyre. Të shohim tani shigjetarët. Humor për ndryshime dhe fillime të reja. Kanë shigjetarët të javë.
Kjo javë duket se sjell ndikime personale në drejtimet dhe në mundësi të reja që do të kenë shqiptarët. Shqiptarët kanë një mundësi të artë përse për këtë çështjeve që ata lidhen me punën e tyre, lidhen me dashurinë dhe me shtëpinë, sepse ka të bëjë shumë dhe me familjen. Në lidhje me dashurinë, meqense ndikimi i eklipseve dhe i Mërkurit në retrograd duket se në disa sfida shumë të mëdha kanë në komunikim dhe mund të arrijnë majat. Është çështje janë koha, momenti, ndikimi, favorizime që kanë bëjnë, kjo është një moment shumë i mirë për ta. Kurse në lidhje me një ndikim shumë të madh në një udhëtim që ata kanë, duket se e kanë shumë afër dhe mundësi të kësaj jave mund të marrin vendime dhe mund t'i kryejnë vazhdimsi mas javës si vjen ose në fillim të muajit prill, ku diun, por është vendimtarja këtë javë. Është shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme për të zhvilluar dhe arritur në kohë të afërt, përsa për këtë çështje që ata kanë, ose ekonominë ose stabilizimin, por çështje ekonomike do shikojnë vetëm rritje dhe jo zbritje. Britsjapi. Duke se vendimet të rëndësishme që kanë britsjapët, sepse kjo javë bën thirrje të ndikime me çështjet, ata kanë një strategji. Britsjapët ecin gjithmonë me këmbë tokë dhe nuk gabojnë në anën e tyre. Edhe pse tani në këtë periudhë janë në një dilemë se çfarë do të bëjnë, por mundësi dhe rëndësi të veçanta që ata kanë në fushën e biznesit, për ata që kanë një ndikim shumë të madh sepse në retrograd që është Mërkuri është komunikimi, ndoshta ka të bëjë diçka që disa pengesa të vogla që kanë pasur para disa kohëve, duket se i zgjidhin dhe nëse nuk janë të kënaqur me një punë që ata bëjnë ose diçka, duhet bëjnë diçka të dytë dhe këtë e kanë mundësi do t'ju jepet tani, sepse janë shumë të rëndësishëm për kohën dhe për momentin që ata duan të rregullojnë, të stabilizojnë jetën e tyre, kurse në dashuri, edhe pse të palidhët ose ata që kanë një njohje të këthen lidhje serioze, duket se është e nevojshme bisedimi dhe jo vetëm. Duhet të anashkalojnë me çdo kusht debatet që mund bëhen se nuk është në të mirën e tyre. Edhe fjalën e fundit mos e thon fillim, por të jenë të kujdesshëm çfarë flitet, ku flitet. Jemi tek dy shenjat e fundit, ujori, pastaj peshqit. Ujori. Duket se ndikimet dhe rivlerësimet që ka të bëjnë ujorët, kjo javë sjell frymëzime ideale në ndryshime në jetën e tyre. Edhe pse krijimtaria, mundësia dhe ndikimet të mëdha, kemi ndikimin e Mërkurit në retrograd, ditën e shtunë, që mund të sjellë disa pengesa të vogla, kryesisht në lidhje me komunikimin dhe marrëveshjet që ata kanë. Në lidhje me dashurinë, në jetën e tyre, sepse emocionet që kanë bëjnë, eklipsi kanor dhe mundësitë të reja që kanë ndikime shumë të mira në lidhje me çështje të rëndësishme që mund të jepen, por në anën tjetër të punës kanë një mundësi sepse retrogradi i Mërkurit që mund të shkaktojë disa vonesa, nuk ka do të thotë që nuk rregullohen gjërat në anën e punës ose të gjërat të kësaj natyre, por menaxhimi i parave duket se mirë është që mos bëjnë investime të nxituara, por me këmbë tokë dhe të arrijnë atë ku duan. Kjo ishte për jurin, kalojmë tani tek peshqit. Fakt, emocionet kanë më shumë peshqit përsa përket kësaj jave, sepse ndryshimet në rrugët të tjera që do të zgjidhin mes gjërave që duhet bëjnë ose çështjet që kanë bëjnë në lidhje me anën e dashurisë, por kjo javë është mjaft dinamike për ta, për shumë mundësi se ripërcaktojnë projektet ata që ata kanë, por takimi i Diellit dhe Saturnit tek peshqit forcon intuitën e tyre dhe u jep një mundësi plus në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të marrin dhe është një mundësi e artë tani në lidhje me komunikimin, në lidhje me disa shqetësime që kanë pasur para disa kohëve, i zgjidhin pikërisht tani. Në dashuri, në jetën personale, edhe pse javën e kaluar kanë pasur disa probleme të vogla dhe kjo javë duket se duhet të zgjidhim me çdo kusht, sepse emocionet ose disa gjëra që kanë pasur më përpara, disa pasiguri duket se do të ndryshojnë tani. Eklipsi kanor i të premtes që bën thirrje që të bëjnë disa ndikime, çështje të mira në punë sepse ka të bëjnë me punë, kanë me karrierën, por në anën tjetër duhet të zgjidhin problemet që ata kanë më përpara. Por gjithsesi ata dinë se çfarë bëjnë në këtë drejtim dhe është një moment i mirë mbas të enjtes mund të bëjnë diçka. Në anën profesionale dhe financiare, në aspektin profesional, kjo javë kërkon punë të palodhur dhe vendime serioze në ata që do të nisin diçka të re dhe pse jo, është indikim shumë pozitiv për ta. Pra duket se nuk është se ka dhënë shumë efekte negative Mërkuri në retrograd, se kur dëgjojmë jo në retrograd ose një lëvizje, Mërkuri në retrograd është era parë për këtë vit, apo jo the? Edhe eklipsi kanor është për herë parë. Hëna e plot kur do të jetë për Marsin? Në datë 14. Në datë 14, pra të premte dhe ditë vere, edhe kështu si fest edhe si eklipsi hënor vazhdon të jetë për gjatë këtyre ditëve, ndërsa hëna e plot do të ndikojë te cilat shenja. Kemi dhe pak hënë e plot, kemi dhe. Edhe disa ditë të tjera. Në ndikimi sepse ndikohet plus minus janë 3 ditë hënë e plot dhe eklipsi që kanë ndodhur në këtë drejtim në ditë vere.
Hëna e plot, sa ndikon tek rritja e flokëve, se më kam pyetur shumë vajza, ti presin flokët në hënën e plot apo në hënën e re? Si ndikon më mirë për zgjatjen e tyre? Për zgjatjen e tyre, shikon, luku është sido që ta bësh, po gjithmonë duhet, kur kemi hënën e re, kemi hënën e plot tani, në datën 14 që është kemi dhe eklipsi. Në mes të, për shembull, datë 14, 15, 16, 17, tot ditë, 3 ditë, ose 2 ditë para. Në thëmë, data 14 me datë 12, 2 ditë para. 2 ditë para. Po, gjithashtu dhe por është më mirë me hënë të re, për ata që kanë flokët pak a shumë të gjata, do më thënë të shkurtojnë pak. E qartë. Falenderoj shumë, të uroj javë të mbarë edhe ditën e verës, gjithashtu si Elbasan Liqit kemi. Mos harrojmë, sepse në Elbasan bën qefin tamam. Në Elbasan e bëni qefin tamam, do zbarkojmë gjithë drejt Elbasanit. Faleminderit Jorgo. Javë të mbarë, ne do të shkëputemi për publicitet dhe ritakojmë përsëri me Rezën tonë. Mirë se erdhët në Rezën tonë, bashkë me Armesa Kullolin do të zbulojmë artin e një momenti të shenjtë, lindjen e një fëmije përmes syrit të një fotografe, e cila e kthen këtë çast në një kujtim të përjetshëm. Ajo është pionere e fotografisë lindjes së bebeve, prezente mbi 150 lindje. Është vetëm e certifikuar, pra që ka dhe përgatitjen akademike për këtë profesion, kaq unik dhe kaq të veçantë. Do të tregojmë diçka më tepër rreth këtij pasioni të Armesës. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Tani më thuaj pak si të lindi ty ky pasion. Çfarë ndodhi që ti the do bëhem fotografe e atij momenti të parë, duke e kthyer atë pastaj në moment të përjetshëm të parueshëm për prindrit? Nuk ishte diçka mirë menduar, të them unë drejtën, do gënjej, domethënë po të them që e kisha menduar edhe thjesht erdhi shumë rastësisht, erdhi nga disa xhirime që unë duhet t'i bëja në kuadër të shkollës. Unë kam përfunduar Akademinë e Arteve për regji filmi dhe për këtë bërë këtë dokumentarin thash okay, do të bëj disa xhirime nëpër spitale. Dhe kur pash pas se çfarë mund të bëja nëpër spitale, fillova të bëj një research të vogël dhe kuptova që në botë në fakt ky është profesion që bëhet prej më shumë se 2 dekadash, sidomos në shtetet më të mëdha. Dhe thash, okay, po sigur ta provoj edhe unë. Dhe kështu lindi. Dashur pa dashur, u bë profesion, u bë diçka më shumë se profesioni, u bë një pjesë e përditshmërisë, u bë një mision që unë përpiqem gjithkohon ta tregoj. Më numëron gati 150. Po, ka humbur numri, duke llogaritur edhe lindjet që unë kam xhiruar kohën e dokumentarit, po edhe ato që pastaj erdhën si pjesë e përvojës sime. Ka kaluar 150, domethënë. Thjesht unë nuk është si numroj më. Më tregu pak për momentin e parë, për fotografinë e parë që ke bërë ti në një sallë lindje. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Çfarë ke menduar në ato çaste? Ka qenë do isha pak supersticioze te kjo pjesa, sepse ka qenë kështu sikur ishte përcaktuar që unë duhet isha aty atë ditë. Ishte cezarian, një mami që po linte bebin e saj edhe unë u gjenda krejtësisht në një situatë re që është ti të qëndrosh përpara një barku që po pritet edhe nuk e rrugë tjetër, do bësh fotot pa tjetër. Kështu që kështu erdhi, unë u gjenda goxha në habitat timi, me thënë të drejtën, unë ndjeva shumë rehat, edhe pse kisha përpara një operacion madhor, po... Pra, e para ka qenë një lindje cezariane. Në këto 150 afërsisht të qenit dëshmitare, ka qenë pjesa më e madhe lindje cezariane apo lindje natyrale? Në pjesën tërmuese të saj patete cezariane, me krahasime shumë të larta sa lindje natyrale, me thënë drejtën. Tani, në një moment ku vetë baballarët nuk janë prezent në pjesën më të madhe të rasteve, me sa di unë, pak ti do ma thuash ndoshta duke bërë një statistik, vetë çfarë përjetimi ke, çfarë emocioni ke kur je aty, me aparatin në dorë, gjithsesi do të bësh punë, po nga ana tjetër nuk mund të jesh dhe aq gjak ftohtë apo jo? Absolutisht, është e pamundur në fakt që të jesh gjak ftohtë. Madje 2 vitet e para të punës, tashmë janë thuajse 5 vite, në 2 vitet e para të punës ka qenë goxha emocionale për mua, se më duhet isha njëkohësisht profesioniste, po edhe si vajzë vetë, e ndjeja shumë afër vete si gjë. Tani është pak më ndryshe, nuk e mohoj, është më shumë punë për mua, unë e di pak a shumë se çfarë ndodh, e jam e përgatitur, po gjithmonë ndodh ky katarsi, si do ta quaj unë, sepse gjatë kohës së lindjes unë jam e fokusuar aty, po kur dal pastaj nga lindja, sikur më godet një çik realiteti, them, mbështetem zakonisht te një mur, te një stol çdo gjë që është dhe mendohem, iku dhe një them me vetë, ja hodh edhe një sepse realisht emocionalisht është
potente, goxha. Shumë potente. Se si e pret vetë mjedisi spitalor kërkesën e një fotografe të certifikuar që ka përgatitin akademike për të hyrë dhe për të bërë foto dhe për të lënë ato në kujtim, gjithmonë duke u konsultuar dhe me lejen e prindërve, do doja ta merrja mendimin të menjëherë pas një shkëputje të dedikuar shumë të shkurtër fare. Kemi dhe një video që Armesa na ka vënë në dispozicion për të treguar punën e saj brenda sallës së lindjes në 150, siç e thash, raste të fotografimit të bebeve. Mund ta ndjekim ndërkohë që Armesa na tregon vështirësitë që has ndoshta për të hyrë në mjedisin spitalor, a është e thjesht, a janë të pranueshëm në këto 5 vite, them të drejtën, gjërat kanë ndryshuar. Pra, po ta krahasojmë me vitin e parë, patjetër që tani njihet edhe më shumë. Po nuk është as pak e thjesht, unë nuk duhet gënjej për këtë pjesë. Në çdo spitali që neve kemi mundësi të futemi si fotograf, leja patjetër që ka një lloj protokolli shumë më të ndërlikuar sa në një institucion tjetër, dhe kjo është më se logjike, por mënyra se si pritet ky si profesion edhe ajo çfarë mund të bëhet në fakt, është goxha e cunguar, do thoja unë, mua më është dashur shpesh, shumë shpesh, të marr refuzime njëri pas tjetrit, më shumë se unë, madje janë mamat që e marrin refuzimin, domethënë të jemi të drejtë. Janë gocat që duan të më kenë aty dhe nuk mundet të më kenë, si nga spitalet shtetërore, si nga ato private, unë nuk bëj ndonjëherë diferencë, me thënë të drejtën. Unë vazhdoj dhe përpiqem. Vazhdoj përpiqem, mundohem ta flas më zë të lartë, mundohem kur e shoh që njerëzit nuk e njohin sepse është profesion i ri, ja shpjegoj. Profesion i ri, profesion unik, i guximshëm, ka emocione të forta, potente brenda. Vetë prindrit nëna si i presin ato fotot e para. Pasi ka mbaruar ai procesi i lindjes i bukur dhe i vështirë në të njëjtën kohë. Gocat janë shumë direkt të shohin foton? Zakonisht jo. Edhe unë vetë bëj atë lobimin për të mos i parë shpejt, i them sa më shumë prisni, aq më mirë është, sepse duhet të shkëputen pak emocionalisht nga ajo gjë që kanë kaluar dhe pastaj kur të jenë shumë më të qarta dhe më të qeta patjetër, edhe unë i them gjithmonë të keni fjetur më shumë gjumë, është momenti për të parë pastaj se çfarë kanë bërë, sepse realisht me kalimin e kohës potenca atyre fotove rritet. Pra, nëse ti lind sot, nuk është njësoj ta shohësh foton nesër me mbas një muaj, se mbas një muaj ti e ke humbur realitetin. Unë marr shumë urata, marr shumë fjalë të bukura që patjetër janë suport kryesor, dhe gocat po edhe baballarët, se nuk dua t'i ndaj, janë tmerrsisht shumë të dhënë pas këtij lloji seti, sepse e gjejnë veten, unë e them për herë, shohin diçka që ato me sytë e vet nuk e shohin dot. Pra unë jam sytë e tjera për mamat. Se shef as mama as baballar. Absolutisht. Po baballarët janë prezent në disa dëshira shumë e madhe, nuk e marrin brezat e rinj nga jashtë. Janë aty prezent. Jo, guximin e marrin, do thoja, unë të paktën në historikun tim, në ato statistikat e mia, baballarët shumicën e rasteve kanë dashur të jenë prezent, por nuk janë lejuar, që është tjetër problematik madhore, shumë madhore se gjithë tjerat në fakt. Dëshira shumë e madhe. Pra, ka ndryshuar patjetër koncepti i të paturit partnerin në sallë, gjithmonë ka qenë domosdoshmëri, thjesht nuk e kanë ditur më përpara që. E përshkruan lindjen Armesa si një vepër arti, madje vjet në mos gaboj, vjet, ka hapur një ekspozit e para e këtij lloji për Ballkanin, që ka kthyer edhe tabu të rëndësishme duke prezantuar këto foto gjatë procesit, që askush nuk mund të ketë ose shumë pak raste mund të jenë kur baballarët vetë kanë marrë pjesë, por ata janë të paguximshëm se sa e sa kemi dëgjuar që diku ka rënë të fikët në atë proces. Kjo është më shumë mit, do thoja unë. Çfarë bën këtë moment kaq të veçantë në sytë e një fotografi? Ekspozita nuk është vetëm se unë prekem kur e shoh ekspozitën gjithmonë se them si u bë kjo, si arriti të bëj. Ekspozita nuk është vetëm arritje profesionale për mua ose për çdo që është fotograf. Ekspozita është një lloj komunikimi që neve si artistë kemi me popullin e thjeshtë, që do të thotë, ato foto është ndryshe të të tregojnë ty në telefon kur jemi në tavolinë duke pirë kafe, është ndryshe të jenë 2 metra me 2 metra të mëdhaja dhe njerëzit të përballen realisht me momentin e një personi. Unë kam qenë shumë e fat që 9 goca kanë qenë shumë dakord që ato foto të prezantoheshin, dhe pse ishin shumë privat të tyre, sepse secila nga 9 historitë ka patur një veçanti të saj, qoftë nga mënyra si ka shkuar, qoftë nga momenti i fotos, ngjyrat e çdo gjë tjetër. Ka qenë arritje shumë e madhe për mua, unë jam tmerrsisht shumë krenare për ekspozitën, se të vizitojnë mbi 300 njerëz punën tënde, po edhe të shohin historinë e gocave në Shqipëri, për mua do të thotë shumë. Unë po përgatitem për një ekspozitë dytë, që tjetë edhe më tematike se e para, pra qëllimi im nuk është që njerëzit të futen dhe të thonë, ua, qa ishte ajo që pash. Qëllimi im është që njerëzit të vinë ekspozitë, ta marrin mesazhin e tyre se sa e bukur është lindja në fakt. Është një vepër arti. Absolutisht, është realisht një vepër arti. Unë e them gjithmonë që unë nuk i bëj gjë të madhe, unë thjesht e dokumentoj.
Pra atë që ndodh, unë e marr dhe e dokumentoj. A mendon se në Shqipëri po vjen dhe po rritet kjo kultura e dokumentimit të lindjes përmes fotos, meqense e ke përmendur dhe e ke qenë Mendoj se po, jo vetëm nga fotografi, sepse shumë përpara se unë të filloja këtë punë, shumica gocave që kanë lindur, po themi 5 vite përpara, të gjitha e kanë një foto si një video nga mamia. Pra të gjithë thonë që, në fakt, kur isha në atë moment, kam ca foto që mi ka dhënë mamia, këtu e ndoshta 10 vite më përpara, pra mendoj që gjërat janë aty, qoftë edhe këto gjërat e bukura ose këto gjërat e luksit po i quaj unë. Po e mund edhe vetë kam kërkuar dhe kur kam lindur vajzën, e kam kërkuar vetë doja një video të dija se çfarë ndodhi vjen në jetë një fëmijë. Pra është ndryshe patjetër ta kesh profesionistin aty, si në çdo fushë, që di çfarë momente të kapi. Patjetër, por neve kulturën e kemi. Ta sjellë emocion. Neve kulturën e kemi edhe vetë mjekët, unë kam rastësitur shumë shpesh që thonë rrit çika ty të bëj një foto, të bëj një foto. Pra është, neve jemi popull që kemi shumë kulturë me fotografi në vetvete, se jemi rritur në periudha komunizmi që kur dolen aparatet pastaj gjithë donin foto të sheshit. Pra e kemi si popull, madje krahasuar me vendet e jashtë Shqipërisë, neve fotot i duam shumë. Po, edhe brandin që ke krijuar është tërësisht unik. Birthmark. Birthmark. Pra, ky ka qenë i frymëzuar nga vetë unë, sepse mbaj mend që pas muajit të parë të punës, po e shija që këto lindjet që unë po shija sikur po lindin sa shenja të unë, edhe thash, okay, duhet gjej një emër që bën sens. Edhe birthmark në anglisht, sepse tingëllonte një çik më estetik, po shenjat e lindjes, po, sepse çdo gjë lidhur me lindjen është me shenja, kështu që vetë pas kësaj eksperiencë të deri tanishme, se ti je vajzë e re, nesër do të bëhesh nën gjithashtu, ke një lloj emocioni tjetër, je më e përgatitur apo je më e trembur? Ndjehem më e përgatitur, them drejtën. Ndjehem goxha më e përgatitur, mendoj që terreni i vështirë shqiptar të përgatit gjithmonë, po sidomos për lindjen, ndjehem më e përgatitur, ndjehem patjetër se kam parë më shumë gjëra, pra, është ndryshe të futesh në një sallë lindje kur ti nuk e di as se si duket ajo salla, është ndryshe kur ti futesh dhe ke parë 10 salla dhe e ke idenë si funksionojnë. Unë nuk jam me friksuar me thënë drejtën, as pak, me zore pres. Ka disa foto që vetë nënat që do të lindin e kishin mendje vetë aparati, do të thënë përveç procesit të lindjes. Do të dilin dhe bukur në foto gjatë procesit. Neve duam shumë, ka momente që sidomos lindje natyrale gocat janë shumë konsciente në atë moment, dhe në atë moment unë i them janë super yje, duhet thënë, se e gjen edhe atë forcën edhe lezetin të kthejnë kokën nga kamera, që patjetër është kujtim shumë i bukur. Që ti je gjithmonë prezente aty për ta kapur atë moment, atë shikim, atë tani e di se emocion, ku do atë vi lot, atë buzëqeshje. anash ose përpara ose mbrapa, varet gjithmonë. Ke patur ndonjë moment të vështirë kur vetë lindja ka qenë e vështirë, mund të ketë qenë ndonjë lindje ndoshta binjak, trinjak ose vetë ka përjetuar. Po, kanë ndodhur disa eksperienca të tilla. Po, patjetër. Çdo lindje ka anën e vet unike, po ka lindje që e kanë atë predispozitën që pak më të vështira, patjetër. Unë si profesioniste, edhe në rast kur kam qenë shumë e papërgatitur, po edhe në lindje që e kam gjetur veten pak më gati, po themi, jam ndier shumë në vështirësi, patjetër, është shumë logjike. Ka patur një rast që gjithmonë e kujtoj, në fakt, është një lindje e një goce që unë kam shumë për zemër. Vetë lindja nuk po avanconte, pra po avanconte aq ngadalë. Natyrale, po, sa që ajo po lodhej shumë. Pra po lodhej nga gjithë procesi dhe nuk po mundet do të shtynte. Ka qenë moment kritik, goxha. Unë ndjeva në atë moment që thjesht do ta ulja aparatin dhe ta shifja situatën nga larg se çfarë po ndodhte, patjetër. Shkoi çdo gjë shumë mirë, fatmirësisht. Rast tjetër ka qenë një cezarian, goxha i vështirë, ka qenë edhe person që unë, se mua më ndodhin këto çudirat me personat që i njoh përgjithsisht. Ose kanë nga emocionet, që të dalin dhe në fotografi. Po ndoshta. Ka qenë edhe një rast cezarian, pastaj që bebi pa dashje, në moment që po dilej gabimisht u fut pra brenda, domethënë. Situata të reja, ti asnjëherë nuk je përgatitur më shumë emocionalisht, sepse teknikisht thjesht do stoposh. Por emocionalisht patjetër që është shumë e vështirë, sepse ti po përballesh me një situatë që është jashtë duarve të tua edhe askush në atë ambient nuk do. Patjetër që të ndodhi diçka. Tani mjekët kur ndodh ai procesi dhe dëgjojnë ato shkrepjet e aparatit, janë pak nëse ke bërë dhe patur dhe një eksperiencë jashtë apo jo? Po, sa po vjen nga një eksperiencë jashtë, një eksperiencë në Suedi apo jo për lindjet e fotot e tyre? Është e vërtetë në fakt, po. Intimidimin nga shkrepjet e aparatit e kanë shumë njerëz. Pra ti mund të shkosh të bësh foto në një studio dhe e di që do bësh foto, po kur del aparati përpara emocionohesh. Jo më pastaj thjesht në momente pune. Sidomos për mjekët që patjetër kanë diçka shumë të rëndësishme në duar, edhe mamit, patjetër gjithmonë në lindje natyrale sidomos. Kemi një lloj intimidimi nga aparati. Unë e them për herë që aparati neve akoma si popull
e identifikojmë si spion. Pra, ku ka aparat, ka spionlik, them unë. Po nuk është ashtu tek lindja, sidomos në lindje që unë fotografoj, fokusim është tërësisht nëna. Jo se unë nuk i dua stafin mjekësor, madje kur stafi më thotë. Po qëllimi yt aty është për nëna. Patjetër, po nëse mua stafin thotë do na bësh foto, unë jam tmerrsisht e gatshme dhe me shumë kënaqësi madje. Krahasuar me eksperiencën që unë sapo pata në Suedi, ka një diferencë madhore, as këtu nuk gënjej dot. Absolutisht nuk ishte intimidim, unë kisha një pozicion timin shumë të lirshëm edhe shumë të mirë përcaktuar. Dhe besoj do ta kesh këtë eksperiencë edhe më gjerë. Unë të uroj shumë suksese. Më bëhet shumë qejf. Për pasionin që ke, pasion unik, profesion unik, për guximin dhe për emocionet e bukura që merr në atë moment kaq të shenjtë të mrekullisë, dhe që do të jetë një kujtim i parueshëm për prindrit, po edhe për ty se në memori pastaj qarkullojnë gjithë ato procese lindje. Shumë sukses Armisa. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Le të shkojmë për publicitetin e radhës dhe rikthehemi përsëri me një bisedë tjetër. Prezentoj një libër shumë emocional, me mesazhe të forta mbi jetën dhe vdekjen, titullohet Edhe një ditë më shumë. Na përball me një dilemë prekse ky libër. Çfarë do të bënim ne po të kishim edhe një ditë më shumë me njëri të dashur të cilin e kemi humbur? Vjen Aida Baro për të na treguar diçka më tepër mes titujve shumë interesant që Pegi sjell gjithmonë. Mirë se erdhe. Përshëndetje, Niki, shumë kënaqësi që jam sërish këtu me ty. Sepse është e rrallë, domethënë që të ndjesh edhe dashamirësinë e tjetrit për librin, për leximin, për çfarëdo lloj libri që mund të propozojmë ne. Si ky titull, çfarë e bën këtë histori kaq të dhimbshme, emocionuese në fakt, se lexuesit patjetër do ta ketë në dorë këto ditë. Është një libër i mrekullueshëm, është një libër shumë i dhimbshëm, është një libër që na flet sidomos njerëzve që, domethënë, ju flet edhe njerëzve që i kanë humbur prindrit, nënën, babain ose një njeri të dashur, por ju flet edhe njerëzve që i kanë, për t'ju hapur sytë edhe për t'ju treguar, domethënë që nëna dhe babai janë aty ende, mund t'ia thonë ato gjërat që duan, mund t'i përqafojnë, mund të rrinë pranë, mund të kalojnë kohë me të. Në fakt, Charlie Benetto, ose Chick Benetto, si që e therasin, që është personazhi kryesor, është personazh i vërtet, është njeri i vërtet, domethënë është një lojtar bejsbolli, i cili është takuar me autorin Mitch Albom në fillimet e karrierës së Mitch Albom si gazetar sportiv. Dhe faktikisht ai ja ka rrëfyer këtë histori, sepse Chiku ishte i dhënë mbas alkoolit, ishte i dhënë mbas i humbur, të themi, për shkak të alkoolit, dhe në këtë, themi, gjuruldi të jetës së vet, në këtë trazim të jetës së tij, i rrëfen dhe historinë me të ëmën. Kuptohet që ka edhe element fiction, sepse momentin që ai është midis ka psuar një aksident sepse është përpjekur të vrasë veten, takon të ëmën dhe fillojnë të dy bashk të rizbulojnë pjesë të së shkuarës së tyre, të fëmirisë Chick Benettos, pse e jëma mbeti vetëm, pse i ati i la dhe ky gjithmonë fajsonte veten e tij. Pa ditur dhe njohë sakrificat që kishte bërë jëma. Pa e ditur fare, madje ka një element shumë të bukur dhe më shkujtuar gjithë këto ditët dhe për 8 marsin. Nëna e tij, pavarësisht se i ati e la, nuk u dëshpëruar, ose më saktë nuk e tregoi dëshpërimin. Nuk e shfaqi, sidomos në sy të birit, dhe ajo vazhdonte të ishte i bukur, vazhdonte të ishte, po ajo grua e bukur dhe ai xhelozonte për të ëmën. Donte që nëna e tij të ishte si gratë e zakonshme që dëshpërohen, që vazhdojnë, domethënë, të kujdesen për familjen, por pa u kujdesur për veten, duke harruar veten e tyre. Dhe sa gra shqiptare, sidomos shqiptare, e bëjnë këtë gjë. Momentin që mbeten vetëm nga një divorc, nga një humbje bashkëshortit e tjerë, e rrëzohen. Domethënë nuk arrin të kenë fuqinë që të përballojnë. Dhe pikërisht ky është mesazhi që, si thua, është një lloj tjetër mesazhi që mund ta marrë kushdo që e lexon këtë libër. Dhe patjetër që mesazhi kryesor është dashuria që kemi dhe shfaqja e kësaj dashurie, shfaqja e ndjenjave që kemi ne
për familjarët, sidomos për nënën, përgjithsisht Në kulturën tonë figura e nënës është një figurë e shenjtë, ndoshta edhe për lexuesin, ndoshta do t'japi një mesazh të fuqishëm, edhe për të treguar ato që sapo përmende, që nëse ke një dashuri, ndjen diçka, shprehet dashurin, komunikohen, nxirr atë fjalën e bukur. Patjetër, sepse ne jemi shumë të përmbajtur në shfaqjen e ndjenjave. Me kohën ndoshta kanë ndryshuar gjërat, sepse edhe prindrit tan i shfaqin ndjenjat ndaj me njëri tjetrin. Ne nuk kemi parë kur, për shembull, që nëna dhe babai të përqafohen, të puthen, sidomos brezat pak më të vjetër. Ta dëshmojnë pak, janë si e quajnë në një lloj tabuje brenda familjes, brenda shoqërisë. Mbeten mes atij fakti, domethënë që unë po punoj për ty dhe po kujdesem për ty. Pra është vepra ajo që flet ndoshta. Pikërisht. Por duhet edhe kjo pjesë, domethënë duhet edhe fjala, duhet edhe gjesti. Kështu që mendoj që është një libër që në shumë drejtime rrëfen marrëdhëniet familjare. Ato marrëdhënie që përgjithsisht ne nuk i njohim deri në fund, sidomos kur jemi të vegjël. Sepse edhe Charlie, gjatë gjithë kohës që donte të dëshmonte Tiatit mbi të gjitha, që ai ishte i Zoti, që ishte ai lojtar bejsbolli, të cilin Tiati e kishte ndorruar që të vogël, dhe harronte çfarë donte nëna. Ndërsa nëna gjatë gjithë kohës i thoshte, unë dua që të jesh i lumtur, dua që ta zgjedhësh vetë se çfarë do të bësh në jetë, dua që të kesh dëshirat e tua, dhe nuk ishte imponuese si Jati. Ndërkohë, Jati kur Qiku nuk arrinte, domethënë të ishte ai lojtari i bejsbollit i famshëm, që ta njihte gjithë bota, ishte shumë i ftohtë, shumë i egër, dhe në këtë kuptim ai gjatë gjithë kohës donte t'i tregonte te Atit çfarë aftësie kishte. Por kjo e bënte domethënë që edhe me rritjen e vet të dështonte edhe me familjen e tij, të dështonte edhe me marrëdhëniet me të bijën që kishte më pas. Kështu që them që është një libër që na fton ta shikojmë marrëdhënien familjare në 360 gradë. Duke patur parasysh dhe autorin që ka sjell, që njihet për mesazhet e forta emocionale, stilin e tij shumë emocional në fakt për gjitha romanet që ka shkruar dhe mesazhet e forta jetë dhe vdekje, ka shkruar mbi 40 e ca romanet me të këtë stilin emocional dhe i shitur në 46 milion kopje. Po, është shumë një autor shumë i njohur dhe i kërkuar në është shumë i njohur, edhe tek ne është shumë i njohur me librin Të martat me morin. Ne kemi botuar para gati një viti Gëzhnjeshtra e parë, dhe është një autor që e ka shumë të theksuar marrëdhënien njerëzore. Në raporte familjare, shoqërore, pra kur kush e do këtë marrëdhënie dhe kush e do këto emocione të forta përmes një libri është një prej tyre, edhe një ditë më shumë për të kuptuar dhe për të zbërthyer më së brendshmi gjithçka që këtu flitet, kur e ke dikën në zemër, po përmend le themi citatin me shiri të kuq, ndoshta Pegi ka një arsye pse e ka vendosur, kur e ke dikën në zemër, ai njeri kur nuk largohet plotësisht dhe mund të ndodhë që edhe atëherë kur nuk ka më gjasa të kthehet sërish pranë teje. Faleminderit shumë. Është një mesazh i mrekullueshëm për çdo që të ketë pranë edhe njerëzit e humbur. Faleminderit për titujt e bukur që sjell Pegi. Faleminderit Aida. Faleminderit ju. Ne do të kalojmë tani tek një temë të cilën e kemi zhvilluar ditë më parë dhe bëhet fjalë për Diva 2025. Eksperti ekonomist tregon se si do t'i deklaroni të ardhurat tuaja personale. Ndiqeni. Afati i fundit i deklarimit të ardhura personale është fundi i marsit. Ky proces që quhet Diva 2025 ka risit këtë vit, padyshim ne do të flasim me ekspertën e ekonomisë Eriola Hoxha se cilat janë risit e këtij viti, si duhet të deklarohen të ardhurat, çfarë ndodh nëse nuk e deklarojmë dhe cilat të ardhura, kush kategori përjashtohet dhe çfarë përmban ky proces. Mirë se erdhe Eriola, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësi edhe për mua. Besoj se është folur vazhdimisht për Diva 2025 sepse tillë ka qenë dhe vjet edhe në më parë për deklarimin e të ardhurave të një rroge deri në cilën shifër. Së pari, me çfarë është Diva? Në kuadër të transparencës dhe raportimit të sakt për deklarimin e të ardhurave individuale, në vitin 2025 është bërë një përmirësim dhe përditësim i legjislacionit tatimor dhe fiskal për ta sjellë Divën, ose thënë ndryshe, deklarata individuale të ardhurave personale për vitin 2025
në një formë më të thjeshtë, por dhe me disa risi dhe ndryshime që të përfshi të gjitha kategoritë sipas kushteve dhe termave specifike të ndryshuara në ligjin e vitit 2025. Konkretisht, afati zyrtar i këtij viti është 31 marsi për periudhën e raportimit, por për periudhën paraardhëse të një viti më parë të vitit 2024, ku ndryshojnë dhe ku qëndron thelbi në deklarime nga viti 2024 deri në vitin 2025. Janë disa kritere kryesore që diva e vitit 2025 sjell ndryshime në kuadër të transparencës dhe luftës kundër informalitetit, fshehjes së të dhënave veçanërisht për individët. Por, kjo nuk do të thotë që ky ligj i përmirësuar dhe i përditësuar nuk përfshin dhe të ardhurat të fituara nga pasuritë të paluajtshme. Ne sot do të detajojmë përsa i takon të ardhurave personale. Nëse deri në vitin 2024 ishte deklarimi i të ardhurave vjetore në vlerën 2 milion lek, ndryshimi i këtij viti për periudhën e raportimit të vitit 2025 është të gjithë individët që kanë të ardhura mujore më të mëdha ose të barabarta me 100.000 lek të reja. Pra është një ndryshim i cili vjet re dallueshëm. Një tjetër interpretim është afati kohor i deklarimit, ku në divën 2024 ka qenë prilli, ndërsa në divën 2025 është 31 marsi. Një tjetër ndryshim që vjen ndryshe është dhe të ardhura të tjera të cilat nuk është mbajtur tatimin në burim. Deri në vlerën 50.000 lek duhet domosdoshmërisht të deklarohen. Të ardhurat të dyta, përveç rrogës. Po, gjithashtu dhe deklarimi i 2 apo 3 punësimeve, edhe nëse nuk është në vlerën 100.000 lek të reja, më të madhe ose të barabartë, është detyrim ligjor i parashikuar në diva që të deklarohet. Ka kategori që përjashtohen? Pra, deri tani tham kategori që do t'i deklarojnë të gjitha kategoritë që nuk bëjnë pjesë në sa më sipër unë citova, nuk janë pjesë e detyrueshme e ligjit për tu deklaruar. Siç janë për shembull individët që marrin paga që nuk e përfshin këtë vlerë, nuk e kanë detyrim tatimor që të përfshihen dhe të bëjnë deklarime sipas rregullave në fuqi. Do doja të di Ariola, cilat janë burimet e të ardhurave që duhen raportuar, për vetëm rroga apo edhe të ardhurat që vinë nga jashtë vendit ose të ardhurat që vinë nga qirate shtëpive që individët mund të kenë? Vlen për rezident, për qytetarë që jetojnë në vendin tonë, dhe për jo rezident, por që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, janë të detyruar që ti nështrohen në thonjza kuadrit ligjor fiskal të ndryshuar tashmë. Pra është dhe për qytetarët rezident dhe për qytetarët jo rezident. Por dhe nëse vlera e të ardhurave parsore apo dytësore që shkon përkundrejt individëve, ndërmjet 2 individëve në dhënien e formës së qerave apo dividendëve të përfituara të tjera si pjesë e aksioneve apo marrëveshjeve kontraktuale të shërbimeve të ndryshme financiare, nëse patjetër janë më të mëdha ose të barabarta si 100.000 lek të reja, do të nështrohen detyrimit ligjor për të deklaruar konform të rregullave të ndryshuara. Nëse këto qira, për shembull, nëse dikush ka një shtëpi me qira ose 2 shtëpi me qira, që vlera e të cilave të dyjave ose e njërës është, po flas me lek të vjetra, 1 milion lek të vjetra, do t'i deklaroj. Do t'i deklaroj. Po, është subjekt i ndryshimeve të reja të divës për vitin 2025. Afati i fundit për dorëzimin është 31 marsi, shumë pak ditë kanë mbetur. Çfarë ndodh nëse nuk deklarohen të ardhurat deri në 31 mars? Së pari, kjo pengon një proces shumë të rëndësishëm që ka filluar nga Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme në Tiranë, në bashkëpunim me Drejtoritë e Përgjithshme të Financave dhe Ministritë përkatëse të Hollandës dhe të Zvicrës, pra është një bashkëpunim kontraktual në fushën e financës që të shërbej si shembull i vendeve të huaja do të adoptohet në vendin tonë për të rregulluar kuadrin ligjor, luftuar informalitetin dhe burokracitë që kanë patur apo janë deri tani në këtë temë që ne po flasim. Ndërsa përsa i takon... Ka kontrole, gjoba të vendosura për subjekte të cilët nuk kanë ose nuk po deklarojnë? Ka gjoba që variojnë me minimum 5.000 lek të reja dhe maksimum 10.000 lek të reja. Por unë nuk e shikoj vetëm në anën financiare, keq deklarimin apo mos deklarimin në kohë reale sipas rregullave në fuqi. Deklarimet të sigurisht përderisa janë pjesë e një ligji,
të gjithë ne jemi të detyruar që ta zbatojmë, sepse mos raportimi përveç penaliteteve financiare ka edhe penalitete ligjore dhe masa të tjera ndëshkuese ku në bazë të legjislacionit do t'i drejtojnë bizneseve apo individëve. Për më tepër që një proces i rem apo një mos deklarim në kohë reale do të dëmtonte të gjitha vijshmërinë e suksesshme të procesit. Kjo sigurisht që mund t'i shpëtojë një qytetar apo një biznes për një periudhë 6 muajore apo dhe 1 vjeçare, por procesi ka një fillim, ka një vazhdim, ka dhe një përfundim. Dhe në përfundim ka gjithmonë follow-up për të parë dhe për të rikthyer të gjitha gjërave që kanë ngelur pezull dhe pa u zbatuar. Unë do ta këshilloja asnjëherë as fshehjen, as mos deklarimin, as anashkalimin, qoftë të gjobave apo dhe të shkresave në mënyrë ligjore që vinë nga drejtoria e përgjithshme tatimore për kundrejt individëve për çdo apo subjekteve. Nuk e rekomandoj sepse një ditë do t'i paguajnë. Vetëm faktori kohë është ai që mund t'i surprizoj për momentin, por që një moment tjetër do t'i paguajnë. Nëse nuk deklarohen deri në fund të marsit, por kalojnë marsin, deklarohen deri në fund të prillit, e me radhë në muajt janë të vlefshme këto deklarime? Procesi parashikon edhe shtyrjen në kohë që besoj të dalin në një moment të dytë me një deklarat, por parashikon edhe korrigjimin e deklaratave të plotësuara gabim. Pra, nëse kemi plotësuar formularin gabim, proces të cilin do ta tregojmë, nuk e di nëse është më i thjeshtë se vjet apo jo, po do ta tregojmë me Riolën pas pak. Pra, nëse dikush e ka plotësuar deklarimet e ardhurave personale dhe ka bërë disa gabime, ka vend për përmirësim, për ta rregulluar, për të rikthyer? Po, e parashikon ligji dhe në këtë moment që flasim, që pas datës 31 mars, nëse janë bërë gabime, lapsuse nga mos informimi apo dhe mos kuptimi i situatës në të cilën ndodhemi, janë disa deklarata korrigjuese të cilat janë të dedikuara në mënyrë që të bëhet raportimi i sakt, por dhe brenda periudhës. Kjo është pa penalitete sepse është gabim njerëzor apo gabim nga mos informimi në kohë reale, nga plotësimi pa sakt dhe ashtu siç duhet, në mënyrë që gjithë procesi të shkojë me sukses. Mund të tregojmë procesin si deklarohen të ardhurat personale, cilat janë hapat, a është më thjesht ky proces, a është më i vështirë, ndoshta hap pas hapi duke na ndjekur në ekran dhe Riola nga laptopi për të treguar se cilat janë ato hapat kryesor, të cilët duhet të ndjekin të gjithë individët që kanë të ardhurat personale mbi 1 milion lekë të vjetra, duhet i deklarojnë ato, të mos marrin gjobën, duhet deklarimi deri në fund të mars për të bërë një përmbledhje dhe ja cilat janë hapat, të cilat duhet të në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, që deri këtu besoj të gjithë e din hapin se si navigohet apo bëhet search. Tani, plotësimi dhe dorëzimi i deklaratës individuale kryhet vetëm online. Pra është një ndryshim, gjithashtu dhe kryerja online, nëse më përpara si pjesë burokracive plotësoj në sportelet e Drejtorisë së Përgjithshme Tatimore, të gjithë shikuesit tuaj apo qytetarët shqiptar, po përballen me një ndryshim të ri që këtë vit plotësohet online. Për të regjistruar në Diva, për shtetasit shqiptar, por e njëjta vlen edhe për jo rezidentët, tek tatime.gov.al në menun i shërbime. Ne tashmë jemi bërë dhe familiarizuar, sepse shumë shërbime tani marrim në i-Albania, gjithashtu dhe plotësimi deklaratës në i shërbime. Pra hapi parë, në faqen zyrtare të internetit të administratës tatimore tatime.gov.al, klikoni në menun e shërbime. Hapi i parë. Hapi 2. Pastaj, hapi 2 vijon. Zgjedhim rubrikën ku është e përcaktuar për individ. Pra, ne jemi një individ që paguemi me një pagë mujore dhe do të deklarojmë të ardhurat tona mujore. Dhe jemi individ në rastin se do të ishim biznes dhe kemi të ardhura nga qiraja, nga dividenda apo marrëveshje të tjera kontraktuale që kanë si përfundim të ardhura financiare, do të zgjidhim një kategori tjetër që është për bizneset. Në këtë rast zgjedhim rubrikën për individ. Hapi 3? Hapi 3 është klikojmë në linkun i cili është atachuar dhe evidentuar enkas në i-shërbime për deklarimin e të ardhurave për individët. Pra, aty ku është rrethuar me të kuqe që duhet të klikoni në këtë link. Hapi i 4 do të plotësojmë të dhënat personale. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, ku plotësojmë të gjitha generalitetet tona sipas fushave me yll të shënuara dhe të listuara në menun i shërbime. Këto janë të gjitha të dhëna personale që janë shumë të rëndësishme. Pastaj, në fund çekojmë butonin
Po? Dhe automatikisht të dhënat tona Janë regjistruar. Janë regjistruar dhe nga ky moment janë bërë zyrtare dhe janë online në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, ku specialist dhe ekspert të fushës do të verifikojnë edhe një herë vërtetësinë, transparencën për dhe plotësimin e saktë. Pasi janë shumë, nuk është vetëm një institucion që punon për mirë organizimin dhe suksesin e ndryshimeve këtë vit. Institucionet kanë një regjistër të përbashkët të dhënave që evidentojnë me saktësi çdo deklarim që kemi bërë ne në mënyrë që të mos jetë i rem ose i pasakt. Ku nuk ka vend për falsifikime apo për proces të rem? Nuk ka vend për falsifikime, unë madje e thash dhe në krye të fjalës time, nuk do ta rekomandoja për asnjërin që qoftë i fshihej përkohësisht deklarimit të ardhurave. Nuk ka pse mbi të gjitha, se përfitimet që ka një qytetar nga deklarimi i të ardhurave janë i të qenit transparent dhe të mos marrin ndonjë gjop të mëpasshme pas apo të ndjekjeve të tjera. Kaq është e gjitha. Njësoj vazhdojnë edhe për shtetasit e huajt jo rezident, por duhet të zgjedhin kategorinë më lartë për biznese. Rezident në mënyrë që të listohen të gjitha kategoritë apo të dhënat që kërkon drejtoria e tatimeve përkundrejt individëve jo rezident, se normalisht nuk mund të jenë të njëjta disa karakteristika, kurse përsa e takon vlerës së deklarimit të ardhurave sigurisht që është e njëjtë. Në tabelën më sipër. Po e drejtë, në tabelën e më sipërme, pra një individ që ka edhe rrogën në vlerën që duhet të deklarohet, por gjithashtu edhe bizneset të tjera, qira apo të ardhura nga vijnë të tjerat, janë në të njëjtin formular apo plotësohen më vete? Ky individ. Fushat që do të shfaqen janë, domethënë, në të njëjtin ekran, në i-shërbime, por që sipas ndryshimeve dhe sipas sektorëve të ndryshëm, ato do të shfaqen të ndryshme, se nuk mund të jenë të njëjta fushat për të ardhurat nga paga me fushat e tjera të ardhura nga qiraja apo detyrimet të tjera kontraktuale. Pra duhet të zgjidhni. Ishte shumë e thjeshtë, e shpjeguam hap pas hapi, gjithsesi në linkjet që do të gjeni në faqen zyrtare të tatimeve, tatime.gov.al, do të keni mundësi të rifreskoni dhe njerë këto hapa, edhe këto që ndoqët dhe që shpjegoj Eriola. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Për prezencën, për këshillat dhe për informacionet që treguam sot për Diva 2025, punë të mbarë dhe bashkë do të shihemi nesër në Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur, faleminderit që na keni ndjekur.